Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim turshi kastraveci, pa konservant, pa vlim, me ujë të ftohtë dhe me përbërës që i keni të gjithë në shtëpi. Këto turshi të dashur miq nuk zbuten një vit rresht dhe mund t'i ruani në dollap në errësirë për një vit. Kjo është receta e vjerrës time, ne gjithmonë në këtë mënyrë përgatisim, si unë, si kunata, ashtu dhe vjera, dhe jemi të kënaqura prej vitesh. Shpresoj dhe ju t'i provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju dolën. Le të fillojmë nga puna. Unë për si vjet kam përdorur 3 kg kastravec, por ju jeni të lirë të përgatisni sa të dëshironi. Si fillim do të lajmë mirë kastravecat, sepse këto kastravecat e vegjël në sipërfaqe kanë një si shtresë në të bardhë. Pra me një sfungjer enësht, me të cilin lajmë vetëm frutat dhe perimet, i fërkojmë në sipërfaqe në ujë të rrjedhshëm apo në ujë të bollshëm. Pasi i kemi larë të gjitha, i lëm të kullojnë për një periudhë ndërkohë që ne përgatisim gjërat e tjera. Unë të dashur miq, turshit kryesisht i preferoj me hudhra. Ka dhe njerëz që nuk i duan turshit me hudhra, por ne si familje kështu i preferojmë. Për këtë arsye unë kam pastruar 3 kokë hudhra. Këtu do t'ju tregoj gjithashtu një teknik shumë të thjeshtë për të pastruar hudhrat. Pasi i keni ndarë thelbinjtë e hudrave tek e tek, me anën e një thike i godasim pak përsipër. Në këtë mënyrë lëkura ju plasaritet të dashur miq dhe qërohen me dorë, nuk ka nevojë të përdorni as thikën. Pra kjo është mënyra më e shpejtë për t'i qëruar hudhrat. Pasi i kemi pastruar dhe i kemi lënë mënjan, do të fillojmë të mbushim kavanozat. Si fillim, në fund të vazos shtojmë 2-3 hudhra, të cilat mund t'i prisni me thikë dhe në mes mund t'i shtoni dhe ashtu të plota, sepse hudhrat nga goditja kanë marrë plasaritje të dashur miq, kështu që dhe të plota mund t'i shtoni, nuk ka nevojë t'i prisni. Shtojmë kastravecat duke i ngjeshur mirë me njëri tjetrin. Dhe për këtë vazo, në vend të pak limontosi, unë do të përdor 2-3 feta limon. Këtë po e tregoj të dashur miq për ata që nuk kanë mundësi të gjejnë limontos. Kryesisht neve gjithmonë i përgatisim me një majluge kafeje limontos. Këtë po ua tregoj thjesht për ata që nuk kanë mundësi të gjejnë pak limontos. Tani kemi ardhur në përgatitjen e lëngut që do t'i shtojmë turshisë. Unë këtu kam një kavanoz prej 1 litri, për këtë arsye për çdo enë që është 1 litër apo 1 litër e sipër, në varësi të litrit do të përdorni 1 lugë me krip për turshi ose krip guri, i thon ndryshe. Nuk do të përdorim krip me jod, sepse kripa me jod e zbut turshin. Pra, për një enë 1 litërshe do të përdorim 1 lugë me krip. Pasi i kam shtuar kripën, unë i kam shtuar dhe 2 lugë nga lëngu i turshive të mëparshme. Mua kryesisht çdo vit turshi domatesh më sjell vjera të dashur miq dhe i bën shumë të mira sa lëngu ju pihet. Nëse dhe ju keni turshi nga një vit më përpara, të cilat i pëlqeni, lëngun e kanë shumë të mirë, mund t'i shtoni 1 lugë apo 2 lugë thjesht për fermentim. Në këtë mënyrë turshia që do të bëni do të bëhet si ajo e vjetshmja. Nëse nuk keni, nuk ka hiç problem, do t'i shtojmë 1 filxhan me uthull, 1 filxhan kafeje të vogël të dashur miq dhe ai jo i mbushur plot, siç e shikoni në video, pra nuk është i mbushur plot. Përsipër do t'i shtojmë ujë të ftohtë. Do t'i vendosim kapakun e ri dhe do t'a trazojmë mirë që kripa të shkrihet. Edhe i me vjerë me ujë të ftohtë i bën, edhe mami im me ujë të ftohtë i bën. Për këtë arsye të dashur miq, mos hezitoni, pra mos keni frikë se nuk do t'ju bëhen shumë të mira dhe nuk kanë nevojë për asgjë tjetër. Vazot e turshis nuk kanë nevojë që të vlohen për të vakumuar, sepse vazot prej fermentimi vakumohen vetë.
brenda do të krijohet një lloj gazi i cili kapakun do ta shtrëngojë akoma më tepër. Mjafton që ju të keni përdorur një kapak të ri nëse keni vazo qelçi. Nëse keni bidona të cilat janë prej kauçuku, nuk ka nevojë. Kam vepruar po njësoj edhe me vazot e tjera. Kjo është një vazo pak më e madhe të dashur miq, nuk është 2 litërse, është 1 litër e 600 mg. Për këtë arsye, kësaj i kam shtuar pak më tepër krip, i kam shtuar 1 lugë e gjysmë krip. Pra, në fund të vazos shtoj hudhrat, i ngjesh mirë kastravecat me njëri tjetrin, i shtoj gjithashtu dhe disa hudhra në gryk, i shtoj kripën, siç ju thash kësaj radhe 1 lugë e gjysmë, me që është kavanozi më i madh, pra gjithmonë keni parasysh që për një enë 1 litërshe 1 lugë krip. Dhe keni kujdes dhe me kripën që përdorni, jo krip gjelle, krip turshish ose krip guri. Pra nuk duhet krip me jod, sepse kripa me jod i zbut. I kam shtuar gjithashtu 2 lugë nga lëngu i turshive të vjetshme. Si që thashtë të dashur miq, unë këtë e bëj thjesht për të stimuluar bakteret e fermentimit dhe lëngu i turshive të bëhet po si lëngu i turshive të vjetshme. I shtojmë ujin e ftohtë derisa t'i dalë në gryk dhe e mbyllim kapakun duke e shtrënguar fort. Këtu po ju tregoj dhe 2 enë plastike se si i kam mbushur. Për secilën nga këto kam përdorur nga 1 kokë hudhra të dashur miq, kam qëruar hudhrat si fillim, pastaj i kam mbushur po njësoj. Këtyre 2 vazove, në ndryshim nga ato të tjerat, ju kam shtuar dhe pak spec djegës të dashur miq, sepse im shoq i ka qef edhe turshit pikante. Për këtë arsye, nëse dhe ju doni që ndonjërin nga vazot ta bëni pak më pikante se të tjerat, mund të shtoni një spec djegës dhe turshit do të marrin një shije tjetër. Çdo gjë tjetër është në raportin siç ju tregova dhe për vazot e tjera. Pra, nëse është një kavanoz prej 1 litri, do të shtojmë 1 lugë krip dhe 1 filxhan kafeje uthull jo të mbushur plot. Me filxhan kafeje nga ato të voglat, kafe turke. I vendosim kapakët dhe i sistemojmë diku ku nuk ju bie drita shumë dhe është një vend i freskët. Para se t'i vendosni në vendin ku do t'i lini për të fermentuar, do t'i trazoni mirë që kripa e brendshme t'u ketë shkrirë. Pas 2 javësh mund t'i konsumoni të dashur miq, pas 2 javësh janë gati. Këto janë pra të turshit e mia për si vjet me kastravec. Unë kaq vazo kam bërë, këto vazo që shikoni në video, në ditët në vazhdim, mendoj të bëj dhe ca turshi lakre, inshallah Zoti na e bën mbar që t'i ham në harmoni me njëri tjetrin. Kjo ishte pra të dashur miq e receta për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse po, mos harroni t'i jepni një like, ta ndani me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.